historia vita është konstatuar në disa mostra që përmban ka plasu në treg produkte të cilat janë marketuar, tregtuar si qumsht, por në esencë përmbajnë vaj palme. 46 raste ka të bëjnë me pranin ose deklarimin e vajt palmës. Gjithja emrët, na i ngjisëm, na veç konstatojnë. Kanë tradhtu besimin e fermerit dhe kanë tradhtu besimin e konsumatorit. Përbërësit nuk janë deklaruar në etiketë. Nuk e pas drejt me hi për bëhet kontroll zyrtar. Kjo duhet të deklarohet qartë. Si rezultat i këtij aksioni janë marrë gjithsej 495 mostra, të cilat janë analizuar për parametrat të ndryshëm të autenticitetit dhe sigurisë ushqimore, duke përfshirë përmbajtjen e yndyrës, proteinës, praninë e vajit palmës, yndyrnave bimore, niseshtës apo amidonit dhe qumshtit pluhur. Rezultatet e këtij monitorimi kanë ofruar një pasqyrë të plotë, të qartë dhe të bazuar në evidenca mbi gjendjen reale të sektorit. Ky aksion përfaqëson një nga proceset më të gjera dhe më gjithëpërfshirëse të kontrollit zyrtar të ndërmarrë deri më tani në sektorin e qumshtit. Këto kontrolle kanë identifikuar një numër të madh mospërputhjesh. Nga analizat laboratorike janë evidentuar disa mospërputhje në nivel përbërësi. Nga gjithsej 93 mospërputhje të identifikuara, 46 raste ka të bëjnë me pranin ose deklarimin e vajit palmës. Kjo përfaqëson pothuajse gjysmën e të gjitha mospërputhjeve të evidentuara gjatë aksionit dhe e bën vajin e palmës çështjen më të shpesh të identifikuar gjatë kontrolleve tona. Analizat tona që janë realizuar në laboratorin e AUV-it, se në mbi 91% rasteve të mospërputhjeve, përbërësit nuk janë deklaruar në etiketë në mënyrën e kërkuar bazuar legjislacionit në fuqi. Kjo nënkupton se konsumatori nuk ka pasur informacion të plotë dhe të saktë mbi përbërjen e produktit që ka blerë. Kur një produkt përban vaj palme, yndyrë bimore apo përbërës tjerë alternativ, kjo duhet të deklarohet qartë. Konsumatori duhet të informohet sakt dhe në mënyrë transparente. Nuk kishin për qëllim që të gjendet fajtori. Qëllimi ishte që të gjendet e vërteta. Ato duhet të mbështeten në prova, analiza laboratorike, dokumentacion teknik dhe procedura të rregullta administrative. Për këtë arsye, kontrollet u zhvilluan në mënyrë të koordinuar, të dokumentuar edhe përfshinin kontrolle të plota gjithandej. Duhet të theksoj edhe një parim themelor, në një shtet demokratik, raportet e kontrollit zyrtare nuk janë qëllim në vete. Ato janë instrument për të mbrojtur interesin publik. Institucionet nuk mund të mjaftohen veç me evidentimin e shkeljeve, ato kanë detyrim të reagojnë në mënyrë proporcionale, të ligjshme dhe efektive. Për këtë arsye, raporti dhe konstatimet e Agjencisë Ushqimit dhe Verindarisë fillimisht do të ndjekin procedurën siç e parashë ligji për drejtën administrative. Nga sot, unë po ashtu do të nxjerr vendim sa i përket procedurës së zbatimit të ligjit në lidhje me rastet edhe raportin në fjalë. Aq çfarë ne kërkojmë dhe është rëndësishme që të kuptoni. Fillimisht prodhimi i qumshtit dhe aktivitetet të qumshtit dhe qumshti i fermerëve tonë është qumsht që e teston AUV. Qumshti i fermerëve tonë është cilësi që ne e garantojmë përmes kontrolleve zyrtare. Qumshti i fermerëve tonë është qumshti më i miri, por jo gjithmonë pas dorëzimit e ruan atë cilësi. Dhe kjo ka qenë arsyeja e kontrolleve zyrtare pikërisht tek përpunuesit edhe tek distributorët. Aty, siç evidentohet nga raporti, ka të tillë që kanë tradhtu besimin e fermerit dhe kanë tradhtu besimin e konsumatorit. Për këtë, unë i kam kërkuar AUV-it që proporcionalisht, por duhet pas parasysh, interesi jetik i Republikës Kosovës për të mbrojtur konsumatorin, për të mbrojtur shëndetin publik, për të mbrojtur fermerin dhe sigurisht edhe ato aktivitetet të aprovuara, se Kosova ka nevojë që të prodhojë qumsht, Kosova ka nevojë që të prodhojë produkte të qumshtit dhe sigurisht secili partner edhe përpunues që është i gatshëm me punu me AUV-in dhe Ministrinë e Bujqësisë
është e gatshme që ta mbështes vetëm në ato aktivitete që janë të aprovuara. Shumë kështi vita për me ditë qytetarë, pasi që ka pas protesta, ka pas reagime publike. Shumë kështi vita specifikisht, a është gjetë vajtpalme si përbërës në të apo jo? Është pa asnjë fije dyshimi tash. Se ne i trajtojmë objektet e kontrollit. Objektet tona të kontrollit kanë aprovim për aktivitetet qumshtit. Dhe pa fije dyshimi tashmë, sepse fillimisht çfarë ka ndodhur, është që nuk ka qenë kontestuese fare as nga ata që kanë përdorur vaj palme në produkte në produkte atë paskeditë paskeditë se ke qenë edhe mrena aty e ke ditë ke qenë edhe mrena ke pas drejt me hi ku është të shtru nuk ke pas drejt me hi kur bëhet kontroll zyrtar ajo ka qenë pengesë e kontrollit zyrtar nuk lejohet dhe tash për te fije dyshimit më lejohet të informoj qytetarët e Kosovës qumshtoria vita është konstatu në disa mostra që përmban ka plasu në treg produkte të cilat janë marketuar, tregtuar si qumsht, por në esencë përmbajnë vaj palme dhe në rastet e tjera edhe qumsht plorë. Pra, kjo është e tëra. Sa i përket çështjeve të tjera, ju lutem. Qumshtoria vita prodhon disa produkte. Qumshti vita. A ka pasur vaj palme apo jo, sepse kjo ka qenë temë diskutimi në media. Ajo tash ka qenë temë e diskutimit të juj. Raporti i konstaton janë 4 mostra, po 5, që po të konstatojnë, edhe ti tash po më thumë mu, nëse dikush bën shkelje 10 herë, ako mos i që nëse bën veç një herë shkelje, më duket ma pak shkelës. Kjo nuk ka logjikti. Ju lutem, lype konfirmimin, komunikimin zyrtar dhe individual i AU-vit, se ato produkte fillimisht do të vendosin monitorim. Edhe në basë ligjit duhet të vazhdon monitorimi i tyre, por ajo çfarë dim na në basë mostrave, por edhe në basë të gjithë rrjedhës së dokumentacionit, por çka është importu vaj palmës edhe qumshti plor. Dhe e tëra është, domthon tash është konstatu, edhe në qumsht plor, edhe në qumsht UHT, që është shit në treg, na i ngjesëm, na veç konstatojmë, në këtë mostra të qumshtit, jenë gjetë 4-5 mostra, të cilat ashtë është. Domthon, por këto konstatime individuale fillimisht i bon është fer, i bon atyre. Edhe pasaj në bashkëpunim, pas ligjit për ushqim, në 20 deri në 28, ata janë të detyruar me bashkëpunu me AU-vin për të konstatuar për ta gjetë krejt procesin e qumshmërisë se ka ardhur. Pastaj, kush ka qenë përgjegjës që ka leju këto? Bas ligjit, drejtori i kompanisë është përgjegjës për sigurimin e cilësisë. Kush ka ditë për këtë proces? Çdo person dhe çdo shef do të trajtohet sipas ligjit. Edhe ligji i parashek këtu. U lutem, nuk është çështja me bë debat të tillë. Çështja është se si të korrigjohen këto probleme, është konstatuar për te dyshim të bazuar që në qumshtorën vita, abrazen, apo si çdo që quhet, është përdorur në mënyrë të vazhdueshme në disa mostra të konstatuara vaj palmës, por në mostrat e tjera edhe qumshti plor.